Doni të shikoni disa gjëra super të bukura nga Shein. Atlete ka marrë edhe një herë tjetër për vete dhe ishin shumë të mira, shumë të rehatshme, shumë të bukura, më pëlqyen shumë. Edhe i mora edhe një palë të tjera motrës time që ti kemi kështu të dyja njësoj ti veshit ajo. Në këtë ngjyrën roz, si krem, si pudër, shumë të bukura. Produkti numër 2 janë një palë tuta. Në rri përgjithsisht me tuta në për shtëpi. Palë atletet të tjera që ka marrë janë edhe këto për motrën time. Të pjesën këtu. Fantastike, shumë verore, fix tani. Në Shqipëri që është koha jashtëzakonisht shumë e bukur, diell, ngrohtë, janë fix domethënë për këtë kohën. Kanë edhe këto lidhset me këtë ja harrova emrin tani si quhet kështu, si krem. Produkti tjetër, ngjyrë të verdh limoni, është një set e tjere, me bluzën që vishet sipër, edhe këto rripat e gjatë për të përthyer e për të kaluar për mes, e keni parasysh besoj, edhe me streqet, është më shumë të mira dhe për të arsye mora edhe një tjetër. Tashi, a doja çikit i dukshëm ky, unë nuk e di, po tani streqet për ngjyrën e pas ka shumë të bukur. Shikoni, nuk e di se si duket aty nga ring lighti, nga këto dritat që kam, nga kamera, po ka një të verdh limoni, ku diun, më duket ngjyrë shumë e pastër. Edhe kush më njeh e di fiksimin tim me të verdhën. Produkti tjetër që kam marrë është një çantë goxha e madhe, është për Alban, për përditshmëri në punë, edhe është shumë e bollshme siç duket, mund të nxjerr këtu përveç ushqimit, Albani mban ushqimin, ujin, ndonjëherë xhupin ose xhiboksin e shiut, të gjitha ato i fut brenda. Plus pastaj mjetet e punës që mund t'i duhen metri, thika, ku diun, 1 milion gjëra i nxjerr kjo çanta, për këtë arsye preferon që të marrë një të tillë. Edhe si që shikoni, ka jashtëmase shumë xhepa, nga të tëra anët, ka këtë të cilën mund ta vendosësh dy të tilla, të cilat mund t'i vendosësh brenda për të bërë ndarjen e çantës ashtu siç do ti, rripin e gjatë edhe kështu, kaq. Diçka tjetër që kam janë këto pupat për mua që janë super të bukura, shikoni pak ngjyrën. Tani pas që pas kanë një detaj me flutur. Shikoni këto Eva, prisni. Ja tani. Shikoni sa të bukur pas kanë këtë detajin këtu. Me gura, me flutur shumë të bukura. Ngjyra baby blue, fantastike dhe janë shumë të lehta, shumë të buta. S'kisha këtë ngjyrë në koleksionin tim, tani që po e mendoj. Edhe kam bërë shumë mirë që e kam marrë. Super këto. Dhe gjëja e fundit janë një palë atlete. Me tregova motrës, i pëlqyen dhe asaj, kështu që ja mora edhe asaj. Ti kemi të dy njësoj. Ti jeansi këto. Tani, këto dhe të gjitha gjëra që u tregova do t'i keni me link të kutija e përshkrimit. Thank you Shein!